Dashërmiqja, ku erdhi koha që të jemi sërish së bashku këtu te këndi i diskutimit, do të flasim sot për mënyrën e të funksionuarit online të gjërave pas kohës së pandemisë. Do të kuptojmë si ishte gjendja para pandemisë dhe si është tani. Në fakt sot do të ndalemi tek bizneset që janë më të fokusuara të shfrytëzojnë platformat online për të bërë shitjen e produkteve të tyre. Me ne në studio Bujar Sedi, ekonomist. Mirë se vjen, nderuar. Mirë se vjen, kënaqësi. Kënaqësi të bashkëbisedojmë për këtë temë, por fillimisht do doja pak të ndalemi tek kjo periudha para pandemike, sepse është bërë një farë ndryshim i madh edhe në shoqërinë kosovare si gjithkund në botë. Si ishte online para pandemisë? Pa qysh fillova dhe ti, në fakt pandemia ka qenë një momentum që ka ndryshu shumë kahje, më thonë edhe në ekonomi, edhe në blerje, edhe në geopolitik, edhe gjithçka. Në farë forme ka qenë një lloj reseti, jo veç për blerje, në çdo aspekt, e sigurisht ka qenë një farë lloj reseti edhe në sjelljen konsumatore, po edhe në sjelljen biznesore, të dyja të njëkohësisht. Fakt para pandemisë nuk është që nuk ka pas hiç, na jemi dëshmitarë vetë që kemi pas blerje online, ndoshta ndërkohë shtjellojmë pak edhe një farë dallimi praktik çka është blerje online dhe çka nënkuptohet sot me blerje online. Mirë po për këtë moment kisha me thonë që në të kaluarën ndonse penetrimi i internetit në Kosovë ka qenë nivel të lartë, mirë po jo shumë i përdorur për beneficione të tjera, më shumë në çështje të komunikimit me të afërmit që i kanë qenë në diasporë, ndoshta argëtimi e kështu të ngjashme, po shumë pak në nivel shumë i ulët. Pra shumë pak si mjet pune. Ka qenë më shumë po si mjet pune, si mjet blerje, po më shumë kryesisht si argëtim. Ndoshta çka ka mujt me u përdor si mjet pune kur e ke pas dikon në mërgim dhe ke dash me blej diçka, e ke pa atje në YouTube ose diçka, je ke qu si foto, si video që a mundesh me ma blej qëto atje. Mirë po jo që ka qenë i përgatitur që ta lëmdoj vetë, ta blej vetë, qoftë në Kosovë, qoftë atje, ta bëj një blerje online. Më shumë në më thonë ka qenë formë vetëm e marrjes informacionit një njoftimit, kur flasëm për produkte, për blerje, ndërsa në mas të madhe kryesisht për argëtim dhe informim, jo për blerje online. Pra, para vitit 2020, pra kur edhe shpërtheu pandemia edhe në vendin tonë, nuk kishte gjithaq blerje online, nuk ishte e përhapur kjo? Jo, ishte e njohur, por jo e përhapur. Mirë, po jo e përhapur. Tash jo në vetëm vendin tonë, po sipas statistikave që janë publikuar nga Eurostat, do të thonë rreth dikun 55 dhe 60% të evropianëve në faktikisht kanë qenë të përfshirë në blerje online para pandemisë. Ndërsa pandemia e ka shkaktuar një spike të kësaj sjellje konsumatore, edhe tash llogaritet që dikon përmi 70%, 77 deri në 80% të përdoruesve evropian faktikisht janë konsumatorë të blerjes online. Nuk ka ndonjë matje më saktë, më precize, të paktën unë s'kam pa për Kosovën, mirë po duke pas parasysh që po them përfshirja e internetit është në nivel të lartë dhe çka dihet që para luftës, domethënë para pandemisë, domethënë dikon sipas atyre intervistave, sipas anketave që janë deklaruar rreth 50% kosovarëve që kanë qenë të përfshirë në blerje online. Mirë po po them koncepti se çka e kanë nënkuptuar blerjen online është diçka tjetër. Mirë, do ta sqarojmë. E ka bë një kthes pandemia. Iden online, çka do të thotë në këtë rast të blesh online, sepse ngatrohet në fakt. Po, me porosinë online. Tash, më thonë, kur si koncept i bërit biznes, si një e-commerce apo blerjes online, nënkupton një sistem të konsoliduar të blerjes online. Më thonë, ku konsumatori ka drejtat e veta, ka drejtat e garantuara, e din çka po blen, pajtohet me të drejtat, e din shqicit përgjegjësitë e blerjes, domethënë edhe kjo masane e bën një sistem të konsoliduar të blerjes online. Ndërsa te ne më shumë keq interpretohet me njoftimin apo reklamën online. Domethënë sepse në fakt shumë pak ka platforma që të mundesh me hi me bë blerjen direkt online edhe me kon i qetë për atë punë. Po, nga them në vete se procedurë
në farforme hapat të ndryshëm që në fakt nuk janë të blerjes online. Mos jemi pak më të avancuar nga reklamimi drejt për drejt në blerje. Në fakt unë kisha me thonë që jo, kisha me thonë që është e kundërta. Më thonë se jemi krejt dëshmitarë. Më thonë, ti nëse do me ble diçka online, më thonë, ti duhesh me komuniku me shitsin. Kjo nuk është blerje online. Kjo është veç njoftim online, mirë po blerja është masënej manuale, është blerje manuale, mirë po përmes mjetëve të komunikimit internetit, jo përmes telefonit, apo do më thonë prekjes fizike mes konsumatorit dhe shitsit. Që to është një farë keqkuptimi që fatikisht në Kosovë, ende sistemi blerjes online është mbrapa kisha me qujtë. Në krahasim me platformat që i ofron bota perëndimore, ku blerja online është shumë më e sigurt dhe ti je shumë më komod për me bë blerje. Siguria është çështje shumë e rëndësishme për çka do të flasim pak më vonë. Dhe pas pandemisë, pra në fakt me shpërthimin e pandemisë, ndryshoi jeta edhe e qytetarëve tonë në aspektin e blerjeve apo jo? Apo të këtyre porosive, themi kështu? Në fakt, pandemia imponoi shumë sene, jo veç blerjet, për shkak se ta ndaloi kontaktin. Edhe pavarësisht që e ka ndalë kontaktin, ai nuk e ka ndalu jetën. Dhe njeriu, momentin që ballafaqohet që sfidohet me një problematikë, ai gjithsesi kërkon rrugë të tjera për me realizu nevojën e tij elementare. Dhe atëherë ishte një moment, më thonë që edhe njerëzit e panë si domosdoshmëri, mirë po edhe bizneset e panë si mundësi, ndoshta në këtë situatë dikush prej bizneseve pa si mundësi, po dikush e pa si tamam një farë rrugdalje të shpëtimit të biznesit në farë forme. Ishte vetëm një rrugdalje, ishte vetëm një interes për të shpëtuar biznesi, apo ishte një sfidë që i obligoi bizneset të funksionojnë ashtu? Mundë me lirish me thonë që ishte sfidë që i obligoi. I obligoi sepse nuk ishte formë tjetër. Mirë po këtu pastaj kemi pas biznese që ndoshta e kanë pas një staf pak më trajnuar, pak më të orientuar nga teknologjia dhe premisat kanë qenë shumë më të favorshme për ta për me instrumentalizu këtë mundësi. Në anën tjetër, ka pas biznese që kanë pa që nuk ka ndryshe, të paktën për çdo periudhë, sepse e dim gjithë nuk e dishëm sa do të zgjatë. Se ndoshta sikur të kishin ditë që do të zgjatë kaq pak, edhe nuk ishin lodhë, se në ato momente u dashke me investu në infrastrukturë, në staf, në reklama, në gjitha këto aspekte, sepse flitej që ndoshta do zgjatë me 10 vite një gjendje tillë. Askush nuk e pritej që shumë shpejt do të përfundon dhe do të kthehet në normalitet. Dhe sa i besonin qytetarët e Kosovës këtij formati të blerjeve online para pandemisë dhe si është niveli tani? Sa i besonin, nuk ka diçka statistika lidhur me besueshmërinë, mirë po vetë fakti që nuk kanë qenë shumë të përfshirë, kjo nuk kupton që nuk janë ndi komod. Ndoshta këtë komoditetin mundemi me përkthy edhe si besueshmëri. Pse nuk janë ndi komod, ndoshta ato e ditë mentalitetin e përgjithshëm, që rreziku i mashtrimit është i madh, mundësia e ankesës është e vogël, mundësia e kthimit ndoshta edhe më e vogël, dhe në farë forme pasiguria atyre që do ta pranojnë çka kanë porosit, më thonë, kjo e ka bë jo shumë favorite formën e blerjes online, kur nuk ka qenë domosdoshme. Dhe ishte pritshme kjo, sepse diçka e re kur vjen gjithmonë shihet me rezerva. Dhe në këtë rast nëse produkti nuk preket, atëherë nuk faktikisht rezistenca ndaj ndryshimit është pengesa më e madhe në zhvillim në çdo fushë, edhe këtu. Edhe njerëzit janë të prirur me pas change resistance, rezistencë ndaj ndryshimit, sepse pavarësisht që e kanë mazorë se diçka, jo pse çështë jam mësu. Më thonë, ajo me çka jena mësu, është shumë më e parë ka qenë sfiduese mënyra e ruajtjes së parave, nuk i besonin bankave apo bankomatit. Absolutisht, domethënë që kanë thonë hudrat në rikry. Mirë, po tash e kanë pa që më rrezik është hudrat në rikry se sa në bank, për shkak të rrezikave ndryshme. Kështu që pandemia në farë forme u bë shkollë. Ndryshoi mentaliteti i qytetarëve? Unë mendoj që mentaliteti i qytetarëve për të ble Mirë po, deri tash ende nuk përshot që ka ndryshuar mentaliteti i biznesit.
për shitje online. Sepse momentin që kemi një situatë ku interesimi është i madh, edhe bizneset do duhet me u përgjegj, duke qenë orientuar në interesin e klientit, e jo vetëm në interesin e tyre. Cilat llojet bizneseve e kanë pasur më të vështirë apo e kanë më të vështirë që të kyçen në botën online të shitjeve? Po në përgjithësi, të nisim ndoshta më mirë cilat e kanë pas më të lehtë. Më atleta kanë qenë disa produkte që janë të përditshme, që pak a shumë e pret çka po blen, edhe që nuk janë shumë shtrejta, që edhe nëse zhgënjesh nuk e pas shumë humbje, edhe që janë më të lehta me vendos. Për shembull, pavarësisht që ty mundet dikon me të pëlqy bureku pak më shumë se dikon tjetër, po prap burek është edhe u kry puna. Mirë po është vështirë ti me vendos me blen një kerr online. Ti ndoshta përcaktohesh e zgjedh, mirë po pa shku me po është vështirë, për shkak që është vlera, është domethënë pesha e vendimarrjes është shumë më e madhe për një blerje të madhe. Kështu që edhe në këtë kontekst, domethënë bizneset që kanë ofruar gjëra të përditshme, sidomos ushqimore, veshmbathje deri diku, edhe kësi cikrime ditore të quj, jo një kabel, jo një ndërpres, jo një... Apo produkte kozmetikës. Produkte kozmetikës, më thonë që një farë forme, mundesh me thonë që ka një përdorim afat shkurt për mësë me thonë që është krejtë një përdorimsh. Këto, dhe më thonë, e kanë gjetë më të letë atë rrugën për shitje online, se sa bizneset tjera që. Dhe këto u përshtatën më shpejt, apo edhe u zhvilluan më shumë? Faktikisht, to e shfrytzuar në rastin. Edhe normal që në momentin që shfrytzuar në rastin, edhe kryen klientela sjell të hyra. Po flisni në të shkuarën, e shfrytzuan rastin, dhe tani çka ka ndodhur në biznes? Po thamë shfrytzuan rastin atëherë, dhe sigurisht tash kur përfundoi pandemia, ne u kthym në normalitet. Edhe tash qysh ishte një spike, një oscilim, ngritje e lartë, domethënë e interesit. Kur u kthym normalitet, ajo ra. Më thonë, nuk janë njerëzit e interesuar shumë me ble online. Po bizneset e shfrytzuan rastin për çka? Sepse njeri pasaj është i prirur me vazhdu biznesin me dikon që e ka fillu, pavarësisht është jo online, mirë po qoftë edhe fizikisht. Kështu që ata që e shfrytzuan rastin, nga nevoja, nga pa tjetër shmërimi i momentit atëherë, në farë forme përfituan dhe vazhduan trendin e ruajtjes klientelës edhe përmes mënyrës online. Mënyrës, domethënë online vetëm si njoftim, pastaj edhe blerjes me kontakt fizik. Dhe ishte pandemia një mundësi që shumë të rinj pastaj të marrin të zhvillojnë bizneset, hapin faqe online, të bëjnë shitje? Po, kjo domethënë gjëherë tash po nisim nga e kaluara, mirë po e kaluara në këtë kuptim është e lidhur me të tashmen, por që pak i dallon në kuptimin kohor. Qysh e thamë edhe më herët, u mendu që kjo do të jetë një kohë e pafundme e stilit, sa që disa menduan që edhe në vendin e punës nuk kemi më kthy kurrë, kemi me vazhdu vetëm online. Dikush mendoj që okej, që kjo është e gjithë kombëdasht, me punu prej shtëpisë, kanë erë mbon kamere, kanë erë mbon msheli, apo edhe ato skemat qesharake që i kemi pa, domethënë sidomos gjatë mësimit online. Po, edhe mësimit online, mirë po edhe takimet online, për shkak se kanë harruar një gjendje që janë në ambientin shtëpiak, dhe kanë shfaq faktikisht para kamerës skandale të ndryshme, po ja që ku jemi sot, dhe u pa që jo, domethënë me përfundimin e pandemisë, jemi këtu në vendin e punës, dhe nuk po mund të punojmë online qysh e kemi ndu. Tash disa e shfrytzuan rastin, dhe hapën dyqane online me të madhe, mirë po kjo pastaj e ngritin pa edhe një sfidë tjetër, sfida buxhetore. Për shkak se ato algoritmet... Nuk ishte më lirë të hapësh një dyqan online? Në kuptimin që nuk një dyqan online pa sponsorizim nuk funksionon. Domethënë, sponsori është derivati kryesor i suksesit në dyqanet online. Dhe para pandemisë, për shembull, një engagement në Facebook kushtonte me centa, ndërsa sot ka shku me eura. Domethënë 2-3 euro. Edhe tash ajo funksionon në formën e ankondit dhe është çështje teknologjike, mirë po vetëm se ide po e përmendi. Domethënë, kush ofron më shumë
e merr vendin për me shfaq produktin konsumatorit. Dhe sigurisht që ata që nuk paten buxhet, apo që edhe sot që nuk kanë buxhet mjaftueshëm, ngecin mbrapa me plasimin e produktit të konsumatori, rrjedhimisht edhe me shitjen e tyre. Kjo domethënë ishte sfida buxhetore që në fakt ushtu konkurenca për me zonë një vend në reklamën online, edhe konkurenca në sajna e ka ngritë edhe çmimin, dhe jo çdo kush sot mundet me përballu shitjen online për shkak se është e kushtueshme sponsorizimi. Dhe pas sponsorizim vetëm lodhen kot. Atë sa e kanë pasur euforinë, domethënë e fillimit, domethënë aq është trendi i mbylljes i rënjes për shkak të pamundësisë me mbijetu në një. Dhe a funksionon tani ai kombinimi mes shitjes tradicionale, pra fizike dhe online të bizneseve? Po çdo herë, në fakt kjo është forma më e përhapur te na. Domethënë online nuk bëhet shumë shitje, pak ka shitje, mirë po online paktën bëhet reklama. Bëhet reklama. Dhe klienti shkon e blen fizikisht. Dhe klienti shkon e blen fizikisht, apo ndoshta nuk e blen taj, po e blen të dikon tjetër. Mirë po, se ndonjëherë ti jemi në situatë që ke nevojë për diçka edhe nuk e din që ke nevojë për çata. Në fakt kjo është edhe ideja e reklamës në farforme me të bërë presion kanë erë me ble edhe diçka që se ka pas një hiç. Edhe kjo mas nej funksionon si fenomen që te eshe, ndoshta ati ka kushtu me ta plasu të reklamën, mirë po ti produktin e blen diçka tjetër dhe kjo është konkurenca. Po, ishim duke folur pra për bizneset që u kapën shpejt përmes platformës online. Cilat ishin ato bizneset që kishin më të vështirë apo nuk arritën të hyjnë në këtë botë? Tash më të vështirë, pra po e them, më të vështirë kishin ata që nuk kishin të përgatitur. Edhe ka aspekti financiar, mirë po dhe ka aspekti gatishmërisë me investu në staf dhe në teknologji, sepse blerit, domethënë, online pa teknologji nuk mund të funksionoj. Dhe përderisa nuk ishin të gatshëm dhe mendonin që ne po vazhdojmë si që jemi mësu, e patën të vështirë me nëzonë trenin, mirë po një farforme me nëzonë edhe momentumin që mu adoptu me një sjellje të re biznesore. Puna online, paraqiti nevojën për punësime të reja, nëse një zrugtar do të punonte me 2 eksperta të asaj fushe, duhet tash një punëtor që një teknologjinë apo rrjetet sociale që do të kryente këtë punë, apo jo? Po, edhe kjo po ndërlidhet me një temë apo me një element temës që është filluar më herët. Më thonë, ata që mendun që në shumicën e rasteve, domethënë sot bizneset në Kosovë ende funksionojnë pjesa dërmuese e kam fjalën në stilin familjar. Domethënë është baba dhe baba i din gjitha, aty është pronari dhe pronari i din gjitha. Dhe mungesa gatishmërisë së pronarit për me angazhu një ekspert, sepse ajo llogarit në rrogë, pa llogarit në kthimin, sa ajo nuk është shpenzim thjesht një punëtor, po më në një punëtor i kualifikuar, është investim që ta kthen domethënë investimin disa fish. Dhe ndoshta jo gatishmëria për me shpenzu pak, në farforme edhe ju hakmar që mos me qenë në trendin inovativ të shitjeve online. Dhe u rrit ko pas kohë pastaj blerja përmes platformës online gjatë pandemisë, konsumatorët filluan të porosisin më shumë? Gjatë pandemisë gjithsesi, se ishte patjetër. Nuk kishe mundësi tjetër përveç se online, sepse ishim të kufizuar me lëviz. Dhe kjo padyshim që ishte imponim. Ne nuk po flasim tash në momentin e pandemisë, sepse ishin rrethana të jashtëzakonshme. Dhe në rrethana të jashtëzakonshme nuk ka sjellje standarde. Konsideroni që ka më pak interesim për blerje online? Tash për blerje online sepse ne përballemi në rrjetet sociale me gjithat marketing që po bëhet, shohim gjithandej në rrugët e qyteteve tona postat të ndryshme private të cilat shpërndajnë porosi. Çfarë flet kjo? Kjo flet që u vrejt, domethënë ndikimi i reklamës online te shtytja e njerëzve për të bërë blerje. Pra nuk është blerje online kjo? Nuk është blerje, ndoshta mund përfundoj si blerje, mirë po jo blerje online. Tash unë nuk po du këto me shfrytzu me përmend kompani, mirë po ne kemi kompani në Kosovë që e ka platformën dhe momentin që e bën ti klik u kry puna.
dhe të vjen pagesa. Mirë për në anën tjetër, kemi situata kur ti duhesh mi shkru, me prit një 10 minuta, apo nështë dejt nesër të lajmërohet ai që e ka ose nuk e ka produktin, me bo pak pazar edhe me çmime këto cene, kjo nuk është blerje online. Kjo është një farë forme tentimi shitjes online përmes reklamës, mirë po jo blerje online në kuptimin të mirë sociales. E qartë. Mirë, do të kuptojmë se si është Kosova dhe sa është e mbrojtur tregtia online ligjërisht edhe për elemente tjera, por tani shputemi për pak çaste, dashur miq, kthehemi pas pak. Po flasim me ekonomistin Bujar Sejdiu lidhur me blerjet, shitblerjet, bizneset online dhe tani është koha që të kuptojmë se si është Kosova në aspektin ligjor, sa i përket mbrojtjes së konsumatorit apo sa i përket mbrojtjes së funksionimit online të biznesit. Kosova ka një trend në farforme të përshtatjes së politikave me Bashkimin Evropian, cilat në farforme kanë avancu dhe hapi i parë i kësaj përshtatje është krijimi i legjislacionit. Mirë, por krijimi i legjislacionit është vetëm hapi i parë dhe fillestar, ndërsa zbatimi i legjislacionit është krejt një diçka tjetër, që varet masani edhe prej resurseve, sa i shpërndan resurse për me zbatuar në legjislacion, po ndoshta edhe prej vullnetit. Këto janë dy elemente shumë rëndësi. Kosova e ka ligjin për mbrojtjen e konsumatorit, që në farforme është si ligj umbrell për mbrojtjen e konsumatorit në çdo aspekt, por nuk ka diçka specifike për blerjet online, për reklamat online, për shitjet online. Dhe si mundet një konsumator me shpreh shqetësimin e tij në mënyra ligjore nëse një produkt nuk i vjen ashtu siç e ka kërkuar, pra nëse përballet me mashtrime gjatë blerjes online? Tash kjo është pyetje, a ka mekanizma që pyetje interesant. Mund të shfrytëzoj? Ka mekanizëm që ky me bë ankesën, mirë po masanej zbatuesi ankesës apo adresuesi ankesës, që është një inspektorat i caktuar, e ka shumë të vështirë në sistemin aktual në Kosovë me adresu ankesën e tij. Për shkak se ne nuk e dim kush është shitësi. Në shumica e shitjeve online na e shohim që nuk kanë emër, nuk dihet kush është pronari, nuk dihet kush është adresa. Ndoshta nuk ka as numër telefoni. E ka domethënë veç DM-in, direct message në platformën e rrjeteve sociale. Apo ndoshta e ka një numër të bler online të Afrikës apo të Azisë apo diçka, që në farforme e humb krejt atë gjurmëshmërinë. Nuk po them që është e pamundshme për organet që t'i qasen e ti. Mirë po në varet nga krimi që është bë dhe nuk është që angazhohen ata shumë në këto aspekte. Do t'jetë sfidë kjo e vendit tonë që të identifikoj bizneset jo formale? Funksionojnë online? Është sfidë, dhe më tonë kjo sfidë është eksistente edhe mendoj që organet duhet me adresu shumë shpejt të paktën për dy aspekte. Për drejtën e konsumatorit, mirë po edhe për shmangjen e evazionit fiskal. Për shkak se këta shitca online në farforme janë komplet jashtë domenit të monitorimit financiar të tyre. Do të thonë me këtë shteti organet do ta rregullonin edhe aspektin e mbrojtjes konsumatorit, mirë po edhe realizimin e drejtës të vet për mbledhjen e taksave. Kështu që është sfidë, nuk është e pamundshme, mirë po sigurisht që duhet legjislacion sekondar apo ndonjë ligje veçantë për shitjen online dhe patjetër që pastaj do duhej infrastrukturë me njerëz dhe teknologji se si të zbatohet ajo. Dhe sa të pranishme janë rastet e mashtrimeve ndaj klientëve përmes blerjeve online apo mos dorëzimit të porosive fare? Besoj se cilë prej nesh, unë personalisht kam qenë viktim disa herë, e këtyre. Nuk më ka ndodhur ende që në farforme mos më vjen porosia fare, se tek fundit nëse nuk vjen, pagesa bëhet në momentin që pranon parasisë. Unë nuk jam dëmtuar financiarisht,
mirë po jëmë dëmtu në kohë, ndoshta jëmë dëmtu edhe në kuptimin psikologjik, apo ndoshta jëmë dëmtu që kom prit një pajisje me cilën kisha me kry një punë, kjo është diçka tjetër. Mirë po janë të përhapura, jo në nivel shqetësues, sepse tek e fundit edhe shitse ka interesin e vetë që del sa më mirë para klientit, krijohet një farë kredibiliteti, sepse i shtohet klientela. Mirë po, si krijohet ky kredibilitet, ky besim tek klientët? A mjafton vetëm një faqe në Instagram apo Facebook, apo duhet bërë diçka më shumë që klienti t'i besoj shitësit? Unë mendoj që çelësi i besimit, jo vetëm të shitja, për gjithçka, është transparenca. Dhe momentin që një biznes nuk është transparent, ty menjerë duhet me të adhon një flamur të kuq. Transparencë në këtë rast? Në këtë rast, transparenca të identifikohet kush është shitësi? Duhet me identifiku kush është shitësi, me ditë sakt, me ditë ku e ka adresen, edhe çka është një diçka tjetër, çka shumë është më rëndësi në kuptimin e transparencës, është feedbacku i të tjerëve për shërbimin e tij. Mirë po ky feedback jo në komente, për shkak se komenten mund të blihen, apo mund të hap vetë disa llogari. Mirë po thuja se secila platformë e ka një modul, më thonë që është me dhënë review. Edhe review-ja është e pandikueshme prej pronarit. Edhe review-n u krye ajo. Në momentin që të e sheh që një platformë, e sitje online, nuk ka review, modulin e review-je, më thonë, ajo nuk është e gatshme me i bo transparentet metat e saj, se s'ka asgjë pa të mendoj. Më thonë, dikush mundet me të dhënë një feedback negativ, edhe që për një rast të paqen. Mirë po, mesatarja pasaj del që je kredibil. Kështu që momentin që biznesi nuk ka identifikim dhe nuk ka mundësi që më mat feedbacku i blerësve, përvoja e blerësve para prak, atër kjo veç është një sinjal, një semafor i kuq që kujdes me këtë. Dhe si ta dalloj qytetari që një biznes është serioz dhe një tjetër jo? Po të paktën ne e thamë edhe më herët që ka shumë shitës online që nuk janë të regjistruar fare në regjistrin e bizneseve. Është duke u bërë një biznes komplet edhe jashtë ligjshëm, edhe jashtë formaliteteve të kërkuara për të siguru cilësi. Kështu që momentin që dëshiron me pas një siguri, patjetër që duhesh me ditë a ka ndonjë lokal fizik, a i dihet emri, a i dihet numri fiskal eventualisht, a i dihet pronari, edhe a i dihet një numri telefonit. Se momentin që këto janë transparente, ti mundesh me adresu ankesën dhe realizon të drejten. Dhe ky aspekt psikologjik edhe shitsen e bën më të kujdesshëm. Por derisa nuk janë këto elemente, më thonë ti vetëm se ke hy në një tunel që ndoshta diku ndezë drita, po ndoshta edhe ndezë drita fare. Dhe është më lehtë të bësh sot një biznes apo është më vështirë? Sepse duhet të mbetesh i ndershëm me njerëzit. Konkurenca në farë forme është e thirrur me shtu cilësinë. Mirë po, edhe në një konkurencë, do më thonë cilësore dhe të moralshme, në farë forme, kjo nuk e vështirëson për një biznes. Po në farë forme e skalit biznesin që tjetë më i ndershëm, që në fund, do më thonë, konsumatorit tjetë i kënaqur me to, dhe përfitimi ti tjetë afatgjat, jo sot për nesër. Po na nuk jemi në një botë ideale që ishe përshkruar tash. Do të thonë jemi në një botë ku konkurenca është e pamoralshme. Do të thonë është jo e drejtë, me lloj mashtrime. Dhe si mund krijohet një kulturë e re e përgjegjësisë, qoftë për shitësit apo edhe për blerësit, sepse edhe nga blerësit mund të ketë jo seriozitet gjatë blerjes. Formalizimi është hapi i parë. Formalizimi. Do të thonë për shkak se të regjistrohet biznesi. Absolutisht, do më thonë të formalizohet biznesi, është hapi i parë, për shkak se me formalizimin e biznesit, do më thonë edhe konsumatori ka ku me kërku drejten, mirë po edhe biznesi masnaj e din përgjegjësinë e vetë, dhe kujdeset që mos ta dëmtoj konsumatori. Dhe kjo sigurisht që kërkon kohë gjatë,
kërkon me ndryshu pak mindseti, më thonë, që biznesit ketë një farë forme aspirata afatgjate të bërit biznes. Jo vetëm sot për nesër dhe nëse i hub kredibiliteti e mbyllat faqe dhe hap një faqe me një emërtri dhe vazhdon të bërit biznes. Kjo kërkon kohë, domethënë në kuptimin e mentalitetit, dhe gjithashtu kërkon formalizim në kuptimin e shtrirjes dorës të autoriteteve, që veç që trajtu paraprakisht. Dhe si do t'jetë e ardhmja, si pritet të jetë? Do t'jetë plotësisht digjitale apo gjithmonë do t'jetë i nevojshëm kontakti real mes njerëzve? Ne shohim që jemi të shku drejt digitalizimit sa më të madh. Mirë po jo, asnjëherë, definitivisht nuk jam i bindur dhe nuk besoj që do të bindem një herë që gjithçka do të digitalizohet. Domethënë, vetëm në një film Matrix mundet më pa diçka e tillë, mirë po jo, për shkak se njeriu mbi gjitha mbetet njeri me shpirt dhe jo thjesht robot që do të komunikojë vetëm përmes inteligjencës artificiale. Domethënë jemi njerëz, parazgjithash edhe padyshim që blerjet, ka shumë blerje që ti asnjëherë nuk kemi mujt vetëm online mi ble. Një prej tyre është veshmbathja. Nuk mundesh ne vete e përjetojmë çdo ditë që një numër, kushtimisht të them numër masa 50 e setrës, nuk është të secili model i njëjtë. Dhe çdo herë ka më qenë nevojshme që të më provu diçka, me prek diçka cilësinë. Ne jemi dëshmitar të shitjes të automjeteve në rrjetet sociale. Ai shkon dhe e bën një fotografi nga këndi ku duket më së miri. Mirë po kur ti shkon, e sheh që nuk është kur qysh është në fotografi. Do thonë, kjo neve na jep një argument fuqishëm që asnjëherë nuk do të digitalizohet komplet. Digitalizimi do të bëhet në kuptimin e lehtësimit si procedurë, mirë po jo me zaventsu, do thonë, blerjen klasike, sepse besueshmëria 100% është vetëm të blera klasike. Megjithatë, mënyra e funksionimit online të gjërave është mirë se ardhur, por duhet njohur ato. Mundësit që ofron interneti në këtë rast. Patjetër. Domethënë, blerja online si internetin përgjithësi dhe blerja online si pjesë e saj, domethënë që kush do të shfrytëzoj për mirë, shfrytëzon për mirë, kush do të shfrytëzoj për keq, shfrytëzon për keq. Edhe blerjet online, domethënë është një mundësi e madhe si për biznesin që me plasu në një formë shumë më të lehtë, po besa edhe më të lirë produktin e tij, mirë po edhe për konsumatorin që nuk ka nevojë me dalë edhe me u sill pazarit 2 orë për me gjetë një produkt, mirë po e gjen. Madje sot nuk ka nevojë me kërku hiç, se vetëm duke bisedu unë me ty për një produkt, dhe hap telefonin, se ta ka vëzhgu një farë forme, deshtëm apo nuk deshtëm, edhe e shet që ta ka ofru produktin që i të gu, e kjo padyshim që është lehtësim kuptimin e blerjes, ndërsa i ka ontën negative, ka aspekti privatësisë, mirë pa jo nuk është tema jonë sa të. Padyshim. Faleminderit shumë që ishit me ne dhe shikuesit tanë. Faleminderit, shpresoj që arritëm sa do pak me mbulu këto pika, se koha e kufizuar, po që kënaqësi çdo herë. Faleminderit juve. Shumë faleminderit. Të dashur miq, që kaq ishte për sot sa i përket emisionit Kënd i Diskutimit. Faleminderit që na ndoqët, mirëmbëjtje.